Faleminderit e nderuar nënkryetare e Kuvendit. Në fakt, po, ne do ta votojmë pro dhe do ta miratojmë, sepse bëjmë çdo përpjekje për t'i ardhur sadopak në ndihmë personave me aftësi të kufizuar, në këtë rast të kësaj marrëveshjeve, personat e verbër ose me vështirësi në shikim. Por ajo që duhet themi dhe që duhet marrim angazhim, në fakt, nga ky kuvend, lidhet me gjendjen e mjerueshme që i ka lënë shteti personat me aftësi të kufizuar. Nuk është arritje të bësh një aktivitet në ditën botërore, siç tha kolegja, bëm një aktivitet shumë të bukur, dëgjuam njërin që recitonte apo tjetrin. Ky nuk është kontribut për personat me aftësi të kufizuar. Realisht nuk do të sjell situatën që është sot në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare, 6.5% e popullsisë mbi 5 vjeç jeton me një formë aftësie të kufizuar. Janë të regjistruar rreth 124.000 persona, por vetëm 70.000 prej tyre marrin ndihmë financiare. Pra që këtu fillon problemi i parë. Jo të gjithë personat me aftësi të kufizuar kanë mundësi që të marrin ndihmë financiare. Unë do t'i referohem të dhënave zyrtare, të cilat fatmirësisht ka njerëz që janë avokat të mirëfillt të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, dhe një nga këto është zonja Emanuela Pepkola, e cila advokon gjithë kohën dhe na bën dhe ne të tjerët që të reagojmë kur njihemi përballë fakteve dhe shifrave tragjike realisht për atë që nuk bën shteti shqiptar. Se nuk mund të them bën shteti shqiptar në këtë harresë që i keni lënë personat me aftësi të kufizuar. Më shumë se 55% e këtyre personave janë në rrezik varfërie dhe përjashtimi social. Dhe ky është treguesi më i lartë për Europën. Pra ne edhe këtu arrim të thyejmë një rekord dhe të kemi treguesin përkeq më të lartë në Europë. Ndërkohë që sensibiliteti duhet ishte më i larti për ata që nuk kanë mundësi tjetër për punë, për ata që e kanë të vështirë arsimin, për ata që e kanë të vështirë të kërkojnë vetë të drejtat e tyre. Duhet ishim ne, ligjvënësit, shoqëria që duhet jepte një dorë. Në Shqipëri ka mbaruar në fakt ai që ishte plani kombëtar i veprimit për personat me aftësi të kufizuar 2021-2025 dhe jo për çudi nuk ka asnjë raport monitorimi. Jo vetëm që s'ka asnjë raport monitorimi se a u realizua ky plan dhe çfarë u bë, por nuk ka asnjë përpjekje për një draft publik për një plan të ri 2026-2029 apo 2030. Sepse nuk e keni ju prioritet. Edhe plani i parë ka qenë me advokim shumë të rëndësishëm nga organizatat. Dhe as nuk ju bie ndërmend që jemi në dhjetor të vitit 2025 dhe duhet ishte bërë një monitorim i plotë i atyre që u realizuan, atyre që nuk u realizuan dhe çfarë duhet kërkoj strategjia e re, plani i ri kombëtar. Ndërkohë për sa i përket arsimit, sepse dua të përqendrohem posaçërisht tek arsimi. Rreth 15 fëmijë me aftësi të kufizuar ka Shqipëria dhe nga këto 15.000 fëmijë vetëm 3.575 ndjekin një shkollë publike. Pra ju e kuptoni se çfarë shërbimesh i ofroni. Vetëm 25% e shkollave janë fizikisht të aksesueshme. Dhe pjesa tjetër, 75%, janë të pamundura të aksesohen nga fëmijët me aftësi të kufizuar. Mungojnë materialet e përshtatura, mungojnë programet ndihmëse, mungojnë trajnimet për mësuesët që do të merren me këta fëmijë me aftësi të kufizuara. Punësimi i tyre mbetet minimal, pavarësisht se duhet ketë kuota ligjore. Dhe këtu
as nuk zbatohet ligji dhe as nuk i keni prioritet. Arsimi profesional apo programet e aftësimit për punësim janë tërësisht të kufizuara për personat me aftësi të kufizuara. Vendet e punës nuk janë të adoptuara dhe nuk monitorohen nëse zbatohet ligji për ta. Nëse doni të flasim për transportin publik, autobusat dhe stacionet janë tërësisht të paaksesueshme. Ndërtesat dhe hapësirat publike shkelin standardet. Gjithçka që duhet ishte informacion publik do duhet kishte dhe gjuhën e shenjave dhe formate alternative. Nuk e ka në Shqipëri. Pra nëse flisni për standarde, keni parasysh që standardet nuk janë thjesht dhe vetëm një marrëveshje e miratuar nga kuvendi, por janë para, fonde publike që duhet vjen në dispozicion të këtyre personave. Nuk mund të thuash se bën për ta kur jep një pension nga 5.000 lekë në 6.000 lekë të reja, që është e pa dëgjuar, dhe ndaj ju nuk pranoni që të vini minimumin jetik. Nuk pranoni të vini minimumin jetik se nuk do të kishte më në Shqipëri pagesa për paaftësinë, pagesa për ndihmë ekonomike, pagesat për njerëzit me aftësi të kufizuara nën minimumin jetik. Sot ju jeni duke i rënë në qafë, sot ju jeni duke i dhënë lëmosh, por nën minimumin jetik. Në qoftë se ky parlament do të kishte dinjitetin për të vendosur minimumin jetik, askush nuk do të merrte më pak se 200 euro. Ata që sot marrin 50.000 lekë të vjetra, 60.000 lekë të vjetra, 70.000 lekë të vjetra. Dhe se si mund të jetojnë me dinjitet, se si mund të mbijetojnë, se të jetosh me dinjitet do shumë më shumë se sa aq, po se si mund të mbijetojnë, kjo bëhet e pamundur. Po sigurisht që nuk është shqetësimi juaj. Edhe pagesën për shërbimin e kujdestarisë e përfitojnë vetëm 1 në 4 persona të cilat kujdesen për persona me aftësi të kufizuar. Dhe përsëri, ky nuk është shqetësimi juaj. Për sa i përket procedurave që shteti ka vendosur për atë të famshmin komision i cili vendos për dhënien e pensionit kempeve, është tragjike. Është tragjike se si njerëz, persona me aftësi të kufizuar, do duhet të enden edhe të ribëjnë procedurat her pas here me dokumenta dhe me komisione, vetëm e vetëm sepse e keni shpikur si metodë për të marrë ca para, si metodë klienteliste, si metodë për fushatën elektorale, që në fakt disa me aftësi të pakufizuar janë disa të shëndetshëm që i marrin ato pagesa, dhe ata që realisht ka nevojë për këto pagesa nuk i marrin, sepse duhet të enden në për zyrat e shtetit dhe duhet gjejnë njeriun e duhur. Ndërkohë, dje po bët aktivitete, por në buxhetin tuaj, në atë buxhetin tuaj, atë më të madhin në histori, nuk ka ndonjë shtim, nuk ka ndonjë vëmendje, nuk ka ndonjë fond për personat me aftësi të kufizuar. Biles as ky kuvend nuk i dëgjoj organizatat që merren pikërisht me persona me aftësi të kufizuar